Mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në festivalin e 19 ndërkombëtar të karikaturës të udhëhequr të organizuar nga shoqata Hithi e qytetit tonë. Dikush mund të thotë si është e mundshme që shkoj një vit, mu po më duket sikur para një viti. Por meqenëse ka shkuar një vit,
dhe ka arë më i begat ky festival, me shumë karakteristika dhe me shumë veçori. Me lejoni të bëj një krahasim, në qoftë se suedezët e kanë tavolinën suedeze, Feriza çdo herë më tepër po e bën tavolinën ballkanike të artit. Për arsye se si vjet janë artistë nga Maqedonia Veriore, Fqinje, nga Kroacia, nga Bullgaria, nga Shqipëria, të pranishëm në festival, ndërkaq edhe dhjetra, qindra artistë nga e gjithë botën. Ky festival është 11 me radhë. Dhe unë me Gentin jemi munduar në mënyrë simbolike të dukemi sikur 11. Kështu që Genta në anglisht do të bën një përmbledhje të shkurt të fjalëve të përgjithshme që do të thuhen këtu. Para se t'ju informoj për veçoritë e këtij festivali, e ftoj zotëri Imri Musliun, organizatorin këmbgulës të këtij festivali, që të ka dy fjalë dhe njëkohësisht të bën hapjen zyrtare të tij. Urdhëro zotërin. Të nderuar pjesëmarrës, është hera 11 që na po takuemi këto, për herë e më shumë të ngrit grafikun e pranishmëve, jo vetëm në këto, por edhe të punimeve që na vinë, të shteteve që na vinë, dhe më thonë, vitin e ardhshëm e kishim gjallët shtete, si veti kemi 70, janë gjithsej 530 autorë që kanë konkurru këto, me 2347 punime, ndërsa këto në galeri janë të paraqitura 200, dhe më thonë as 10% nuk janë paraqit, çka do të thotë se ka pas mundësi të përzgjedhjes që në niveli tepër të lartë. Kjo është një punë shumë e zërshme edhe për ata që kanë punu, dhe më thonë për jurin, mirë po asnjëherë nuk janë gjithë kënaqur, kështu që në fund e kemi vendos pikët, kështu që unë ju uroj gjithë fituesit, ju uroj edhe juve që keni mundësinë që të shijoni këto karikatura. Unë nuk po i përmeni me emra musafirët, sepse i përmeni afrimi, por që të mos flasim shumë, sepse karikaturistët flasin me veprat e tyre, jo me fjalë, e shpallit të hapur këtë ekspozit. Motoja artistike e si vjetme e këtij festivali është jeta e zogëve. Një zog, si vjet është ka ardhur dhe ka nderuar festivalin me 15 punimet e tij tepër tipike, autoportret në karikatur. Ai është artisti Mentor Berisha, i cili nuk ka mundë sot jetë fizikisht këtu nga fakti se pikërisht dje ka hapur ekspozitën në stadion në München të Gjermanisë. Është një artist i joni i cili çdo herë më tepër po mbush hapësirën jo vetëm kosovare, por artin shqiptar kosovar po përhap gjithandej nëpër botë. Kështu që ju ftoj më vonë të përqendroheni te punimet e tij në mënyrë të veçantë. Mirë po, një zog tjetër në ka ikur. Është ndarë nga ne Luljeta Kujtimi Goranci, e cila ka qenë ikonë e këtij festivali. Lulja ka qenë pesha artistike prej festivalit në festival, duke qenë e para karikaturistë në Kosovë, një artiste e veçantë me një dhunti të rrallë, sa njerëzore, po aq artistike. Befasisht është nda pas një sëmundje të shkurt dhe natyrisht ky festival në tërësi është si një homazh i thellë dinjitoz për punën dhe për nderin që ka bërë ajo festivali. Për ta nderuar atë, ne kemi krijuar një kënd të Lulës dhe ju ftoj të drejtoheni prej atje ku do t'jipet një video ndërkaq një requiem artistik të lozur në piano do ta bën Rinar Aliu. Festivali për të nderuar dhe përjetësuar kujtimin e saj ka themeluar çmimin artistik, i cili quhet Luljeta Goranci, shpirti i lirë artistik, të cilën si vjet ju ka nda gjithashtu një artiste të madhe polake, Izabela Kowalska. Elus
profesori Rinar të fillon ekzekutimin. I përjetshëm qoftë kujtimi për të. Faleminderit profesor Rinar. Ndërkaq, për të nderuar këtë festival kanë ardhur edhe 3 vajzat e të ndjerës Lulieta Goranci. Njëra prej tyre, Vlora, do ta bën ndarjen e shpërblimit me emrin e Lulieta Gorancit, shpërblimi i cili pretendohet që të jetë i vazhdueshëm për sa jeton festivali i karikaturës në qytetin tonë. Të lutem Vlora, jep dhuratën Erza Vladit, në pamundësi që artistja polake të jetë sonte me ne, por ne do të kujdesemi që ky shpërblim të bie sigurt në duart e saj në kohën më të përshtatshme dhe të mundshme. Urdhëro Vlora edhe Erza Vladi. Mirëmbrëma. Uroj të mos më poshtin emocionet edhe t'ja lo vendin krenaris, ashtu si mami e ka bu vendin. Faleminderit është pak për shoqatën Hithi, i cili ka kriju çmimin në emër të mamit për nder të krimtarisë së saj, personalitetit dhe i cili do të bartët çdo vit, brez pas brezi. Andaj, ju jeni ata që dhimbjen po na e bani dritë. Mungesën për ktheni në trashëgimi, si dhe kujtimet për ktheni në frymë të cilat do i ndjetojnë gjitha kohërave. Me përullësi në emër të familjes sime, motrave, dajës më të mrekullueshëm në botë, ju faleminderit që e respektoni, e doni dhe nderoni. Jo më kot, e thom, në kohën e tashme, se me njerë si ju, ajo përherë do jetë mesin tonë. Unë e shpeshfryzoj rastin do shta edhe një fjalë në gjuhën angleze. Zojës Isabel mi dëshëru të mirat. Dear Isabel, congratulations receiving the Lulieta Goranci Award, Free Artistic Award, and in both it's privilege and honor that artists as you to receive this award. We wish you inspiration as just Lulieta inspired many with her artistic and mankind. Thank you.
Faleminderit Genta, faleminderit shumë Vlor. Kjo tregon që arti I ka përcen kohrat dhe krijon lidhje të veçanta. Duhet të besojmë në këtë. Ndërkaq tash me Lionit të theksoj se shpërblimin e dytë do ta e kemi nda, apo juria profesionale e ka nda për krijuesin nga Kroacia Damir Novak, I cili është I pranishëm dhe gjithashtu prej vitit në vit nderon festivalin ton. Dhe shpërblimin për të do ta ndan krijuesi jon Ferizeas, poeti I njohur Faruk Tasholli. Unë desha të mos them asnjë fjalë mirë, po thash kur e pash gjithë këtë ceremoni madhështore, po ndodh të plas. Më bani përshtypje titulli ose motoja jo për karikaturë jeta me zoq, por që ka një domethënie shumë të madhe për arsye se artistët e mbar botës vinë si zoq në Ferizaj, por edhe marrin Ferizajin me veti. Kjo ndodh me këto dy festivale këto ditë që e pash edhe festivalin e Mural Festit, që kishte piktor nga mbar bota edhe këto që autor të karikaturës po ashtu nga mbar bota. Kjo është një krenari për këta njerëz që punojnë këtu, që na bëjnë krenar, por jo krenari për atë pjesën e politikanëve që sot ngojnë nëpër fushata, asnjë po mdukus po është këtu. Prandaj ju uroj Damir Novak, nëse Dobro večer svima. Ja znam srpski, hrvatski, slovenski, bosanski, albanski ne znam. Engleski još manje. Evo, pa zato će gospodin Imre prevesti ovih par riječi. Da. Zahvaljujem se prvo organizatorima, svima onima koji su radili na ovom festivalu. Zahvaljujem se na nagradi koja mi je čast primiti ovdje I možda bih pohvalio najviše gospodina Imre I gospodina Besnika koji znam da su radili, ostale baš I ne poznajem. Për ata që janë mosh më të re, që nuk e dinë se nuk ishten, Damiri po I falenderon për pranimin e juaj, për shpërblimin e marrë, për organizimin me kaq dignitet të një festivali kaq me peshë, dhe natyrisht është I lumtur që është fitues. Përndryshe, siç thash Damiri është një ndër krijetarët e festivalit dhe njëri më besnik I festivalit. Domethënë edhe Damiri është një zog I veçantë I këtij festivali. Evo ja bih još dodao moje iskreno saučešće familiji Ljuljete. Bila je moja kolegica I od svih nas. Hvala. Damiri natyrisht nuk harroi të shprehë ngushëllimet e veçanta familjes së artistes së ndjerë Luljetës dhe thotë se ajo ka qenë një kolege e tij e mirë dhe ndjen dhëmbje për ikjen e saj. Fala Damiri. Ndërkaq edhe zogjet janë të rrallë, disa për tyre janë shumë të veçantë. Njëri për tyre, cili ka kaluar dhe Adriatikun dhe si një albatros I vërtet ka ardhë, është Agim Sulaj. Nuk ka ardhë vetëm pas shpërblimit e parë që ka fituar, po ka ardhë që të jetë pjesë sërish I këtij festivali. Dhe bëhet fituesi dyfisht se ka fituar edhe vitin para prak, apo para një viti. Agim Sulaj, I cili për ngrit flamurin artistik të vlerave tona gjithandej nëpër Evropë, sot është me ne, për ta marrë shpërblimin hithi I artë të cilën nuk ka kush janë ndan përveç Imriut që është më meritori për këtë festival. Urdhëzot të Agim.
unë kam derin që e dhuroj këtë çmim, mos them mjeshtër të madh se mjeshtër të mëdhenj mi po të gjithë, po Agim Sulejt. Është ere e dytë që unë vi në Ferizaj, gjithmonë me humorin, me karikaturën, me dëshirën e njerëzve si Imriu dhe grupi i tij fantastik për të ecur përpara, për të krijuar themelet e satirës dhe karikaturës dhe në këtë qytet të bukur. Dhe kam qenë vërtet i emocionuar si radhën e kaluar duke parë punën serioze dhe qetësisht në rrugën e tyre duke punuar seriozisht për humorin. Dhe kam thënë gjithmonë do veten. Edhe kësaj radhe tash do veten. Nuk është që tha zotënia vetëm çmimi se ai dërgohet edhe me postë. Po është pikërisht dëshira për të qenë prezent juaja dhe për të përcjellë sadopak seriozitetin e këtij festivali, sepse ardha fizike përbën dhe seriozitetin e eventit. Më vjen keq se na mungon një personazh që ne kemi njohur në këtë festival, unë e kam njohur zonjën Julieta, që çuditërisht e kam parë 2 vjet para, nuk isha shumë në ideni të jetës së saj artistike, dhe vura re që ishte një personazh shumë europian, shumë i gjallë, shumë energjik, me një aftësi krijuese të momentit, nuk ishte pse ta mendonte ose si ta gjente temën. Ajo e zbërthente me njerëz dhe unë më pëlqente diskutimi me atë sepse diskutonin me dimensionin tretë, mund ta quajmë artistikisht, se flisin me objektet, jo më me fjalët. Unë ju falenderoj, ju uroj përzemërsisht mbar edhe suksese në ardhmen dhe jam i sigurt që do jeni gjithmonë një shkallë më lart. Faleminderit dhe publikut këtu edhe juve që keni përgatitur çmimin. Kush e ka përgatitur këtë se më pëlqen goxha? Kush është këtu ai zoti? Ja dhe dorën. Shpëblimet po ndahen, përfundimi gati i ceremonisë po afron, por kemi në njëjë edhe për artistë që janë këto, për shembull për artistin Voltaire Toscano. Prandaj e thrasim drejtoreshën e kulturës së shtimes, Albana Fazliun, që ta ndan këtë shpërblim të cilin do ta merr Besnik Rustemi dhe më vonë natyrisht edhe këtij do t'ia përcjellin shpërblimin. Mendoj se dhuratat meritore janë në duart e artistëve meritor, po dhuratat më të mëdha janë përreth nesh. Ju ftoj që ti shijoni, ti shikoni, ti analizoni, ti vlerësoni, por edhe mos harroni të merrni pjesë në koktejlin i cili na pret këtu pranë jashtë në obor. Ju falenderoj të gjithëve që prej vitit në vet jeni shndruar edhe ju, mos them në karikaturat e festivalit, por thjesht në mysafirë të cilët e nderojnë festivalin. Ju falenderoj shumë dhe mirupafshim në takimet e radhës. Nuk e di ka i shkohet